Një lajm I hidhur ka tronditur botën e muzikës shqiptare. Këngëtarja e njohur Besiana Kasami, e dashur për publikun si Big Mama, ka njoftuar ndarje nga jeta të nënës së saj, Emine Kasami. Përmes një postimi në llogarinë personale në Instagram, artistja ka ndarë këtë humbje të madhe me familjarët, miq dhe ndjekësit, duke theksuar boshllëkun e thellë që ka lënë në jetën e saj e të familjes së afërt. Big Mama ka dhënë gjithashtu detajet e ceremonisë mortore, duke respektuar traditën dhe besimin. Falja e namazit të xhenazes do të mbahet te varrezat e reja, ndërsa ceremonia e varrimit do të zhvillohet më 20 mars 2026, pas namazit të xumas në varrezat e vjetra. Këto detaje tregojnë respektin dhe dashurinë e thellë që familja ka për të ndjerën. Artistja njihet për energjinë e saj, natyrën pozitive dhe lidhjen e ngushtë me familjen. Për publikun, Big Mama ka qenë gjithmonë një burim qeshjesh dhe emocione pozitive në ekran, ndaj ky moment I errët I ka tronditur jo vetëm të afërmit, por edhe fansat dhe kolegët e saj. Në këto momente të vështira, pritet që miq të shumtë nga bota e televizionit dhe muzikës, si dhe ndjekësit besnik të shprehin ngushëllimet më të sinqerta dhe të qëndrojnë pranë artistes për t'i dhënë forcë dhe mbështetje. Humbja e një nëne është padyshim një boshllëk I pazëvendësueshëm dhe ngushëllimet më të sinqerta shkojnë për Big Mamën dhe familjen e saj.